Do të flasim pak edhe për këtë palestra e Instagramit versus palestra e realitetit. Ku e kupton ti, duke qenë se çdo ditë prezant aty, që dikush vjen vetëm për Instagraming dhe ku e kupton ti që dikush vjen for real ose kush si e kupton kur dikush mund t'i bëjë të dyja, pra edhe për Instagram, edhe për realitet. Tani, pa diskutim që ka njerëz që vinë palestër thjesht për këtë pjesën e Instagramit dhe vjen re shumë kollaj kur ti shikon që ai rri gjysmë ore përpara pasqyrës dhe 10 minuta bën ushtrime. Dhe më pas ti nuk e shikon më në palestër. Ndërsa njerëzit e tjerë që punojnë, sepse ka shumë njerëz thash, kohët e fundit ka shumë njerëz që po merren realisht me veten, po i kushtojnë shumë rëndësi vetes, jo vetëm fizikut, por edhe shëndetit mbi të gjitha. Dhe shikoj që stërviten mirë, ushqehen mirë dhe një foto në Instagram nuk është se bën keq. Si e gjejnë forcën njerëzit për të vazhduar palestrën kur nuk ka kamera dhe kush është vërtet roli i instruktorit për te pozave dhe statuset online? Pra si punon ti me këto klient për të motivuar dhe për të hequr pak fokusin nga celulari? Se unë shoh edhe vet kur shkoj në palestër, edhe unë e bëj, nuk është se nuk e bëj. Harxojm pak kohë më shumë se ç'duhet me celularin. Është e vërtet. Një seancë maksimumi për palestër mund të zgjasë deri në 40 minuta. Por realisht shumica thonë që zgjat 1 orë gjys. Kjo ndodh vetëm për shkak të telefonit. Telefoni, pra kohën më të madhe në palestër me celularin. Dhe e vërteta është që kjo është shumë gabim, sepse edhe intensiteti në palestër nuk është i duri që ti të marrësh efektin nga palestra.